Haradinën. Se ky na ka thonë me Serbin, na ka atak, na ka bo këto, këtë rati me PDK-n. Po atë ne kitë punë krejt, se qatat njëti njerës po kandidojnë në petë. A është strategjia e sërtës balotashit? Këtë ndasi, këtë opozicion. Varet për kënë. Për Albinin nuk menoj që është. Për LDK-n? Unë menoj që për Albinin balotazhi është çështje për qeverinë. E kundërta, më e rëndësishme është për lëvizjen e vendosë niveli qendror 100 herë, se sa niveli lokal. Nuk e kanë gajlen as më të voglën me me hub në zgjedhje lokale, nëse nuk ndikon në rezultat në nivelin. Çdo 18 ditë bllokim. Vetëvendosja ka pas akuzën që opozita pe bllokon, si kena numrat për qeveri. Ndodhje kundërta. Kur do ta mbaj fakturën e 18 ditë prolongim të themelimit të institucioneve? Po përsërit ato që kam thonë në intervistë para 5 muaj. Secili sipas peshës që ka pas në zgjedhje. Secili nuk e bën fajtor vetëm një anë ose tjetrën. Secili ka përgjegjësiun edhe 3 deputet mi pas, për çato nuk e fajsoj. Për shembull, Fatmir Limën nuk e fajsoj hiç për përpjekjet e tij që ka bërë, sepse është komplet legjitime për perspektivës tij. Dhe ka thonë që ku janë triota, hajde flasim, domethënë të këshyrim, unë s'po du më konë qeveri, kryetarin e kuvendit, por vetëvendosja e bën përgjegjësinë 42%, PDK e bën përgjegjësinë 24%, LDK e bën përgjegjësinë 20%, AK-ja me nismën sa i kanë pasur. Domthon për bllokadën këtyre mujve nuk është vetëm një në spalë, është në bazë jo, se him në një farë debate që s'ka, adin kur thojnë, unë një marrë profesionalisht me debat kamion, thojnë no resolution, s'ka zgjidhje këtë debat. S'ka zgjidhje. Dhe me thonë, veç kush pe bind ma shumë, tash dalim, thojmë, ky ka fajt i del, thush, unë e kom fajt, po nuk ka në i farë zgjidhje që thush qështu është. Edhe qështu ka me dalë. E po në takimin liderve me presidentin, edhe opozita dul, do me thonë, tash që nuk kem vota, nuk kem interesu me bas qeverin. Njëjtë ko zoti Kurti ndodhe pa besueshme, ai kërkoi edhe një takim me presidentës, sipas Vita Xhasa për kërkimin e një mundësie prapë edhe një herë të mandatarit. Si e komenton këto? Cilat janë gjasat e çka ndodhin gjë e tillë? Për mua është tentativë me shtys sa më shumë datën e zgjedhjeve, përderisa po tash njerëz thonë për arsye të ndryshme, jo me ardh diaspora, jo me ardh. Unë mendoj që Kurti në pamundësi të me pa fotografinë e hapit të radhës, atëherë kjo i jep me kohë sa ma shumë me menu strategjikisht se ku po shkojmë. Dhe unë kom thonë gjithmonë, kjo e ka durimin me prit gjithë ma shumë se sa krejt tjertë. E ke thonë edhe thonë emision. Nuk e ka këtë problem, edhe të kom thonë, kam i prit 7 muj këta tjertë kanë mu lodhë, edhe u pa që u lodhën, se njëna ja votoj krye parlamentarin, tjetra ja votoj nën kryetarin Rashicin, pra kjo i bjen që PDK-ja u lodhë, sepse ka mujtë me e bolë, u lodhën atë aspektin që ju tutën mos pifajsoj njerës që ju s'pëdëni, që ju pëdëni në kryetar të lista. Pra, që kjo është me ranat narracionin, sepse unë e kur të thëmë, s'ko me bo që të punë atëherës nuk ka ndryshu kur gjohë në ambient që me mbo mu me ndryshu qëndrimin. Në dhe si kur thojnë, s'ko me dalë në debate, ma ne ka fundi del në debate, nuk o mira ja, sepse nuk ka ndryshu, nuk ka pas asë gjë në vendim të gjykatës kushtetuse që e ka bo LDK-n me ndru. Që ato që e kanë thonë për zgjedhjen e kryeparlamentarit, kanë mujtë me thonë edhe para 5 muaj. Me thonë PDK-ja diçka. Hajde se ky sipas kanunat, hajde t'ja votojmë Albulenë të këshyrim ku po del. Ose me thonë këta, hajde ta këshyrim ne atë Rashicin të zblokojmë se ky si ka numrat, që ato që po e thonë tash, po pse u dash me prit 7 muaj për me pas si ka numrat. Se këta njerëz na kanë thonë si ka numrat, si ka numrat, si ka numrat. Ekspozohu pra masi që kjo është çështje. Gjithë frika u kanë që do të jetë presidenti, ashtruesi i detyrës presidentit, do të vijë në shkurt mars kalon mandati i presidentës, do të jetë zoni Aziu, si dikush që është shumë i njanë shumë ose... Po jo, se ma një zgjedhjet ishin majtë shumë ma përpara dhe këshim pas, tash jena në një cikël komplet tjetër. Sepse këta po thojnë rrezikohet buxheti, hajde t'i majmë nëntor. Po nuk është problemi më majtë nëntor, sepse kur shkojmë mrapa, nuk ka asnjëherë qeveri të Republikës Kosovës që zgjedh pa kalu 6 muaj prej datës së zgjedhjes. A mend çka ndodhen se presidenti jep mundësi një herë të mandatimit zotit Kurti, edhe pse njerëz që kanë përpiluar do të sfidohet në gjykatë kushtetuese më njëherë. Më njëherë kanë me çu këto parti tjera, çështu që ky varmesh moshe që hajde po shkojmë çështu po presim ton kuon çfarë po thotë gjykata kushtetuese mos po na e ndran. Halojën tu prit mos ka ndaj vendim gjykatës kushtetuese që për s'po di ç'më thon mos po del ndaj sens që po na drejton pak. Pra kjo është mungesë totale sipas meje, jo vetëm e marrjes së përgjegjësisë politike, por të qenit politik. Të qenit politik. Politika është arti së mundshmës. Jo me më kallëzu ti mu qysh nuk bëhen senet, po qysh bëhen. Qysh bëhen, se as kërkush nuk jenë në politikë me thonë 100% asoj që ako me thonë, unë janë 100% ja heq. Jo, s'ka kërkon ashtu. Unë i kom besimet e mija, unë jemi qendrës majt, unë do t'hesha në qeveri edhe i kësha thonë që të jënë pikat programore se unë mundohna me ndryshu pak për me e quka e majta.
sot mëj, sot kom takat, sot kom fuqi. Kam thonë edhe atëherë, që se kam problemin me Gjelalin, me drejtsin, me punët e jashtme, i kësha thonë, po, na him koalicion me ty, a mi punët e brendshme, ama Ministrinë e Drejtësisë, ama Ministrinë e Punëve të jashtme, sepse unë përmenej që ti na ki dëmtu me Amerikanët, du të me hek Donika Gërvalën, ti na ki dëmtu në çështjen e punëve të brendshme me veri, du të me hek Xhelal Vesin, edhe më ki dëmtu se për të me marrë gjyqësorin dorë, du të me hek Albulina Haxhiu. Këta se kanë thonë, që ka jeni të bo? Po do një me na kalzu të në kohën që Albin Kurti është i keqa,